Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thot Imam Quderiu në vazhdim Allah me pas më shëruar wal maani naqidati lil wudu. Gjërat të cilat e prishin abdestin. Në çdo send çka del prej dy organeve, vendeve intime, rrugëve të zakonshme që dalin ndërsirat, e prish abdesin. E pastërt apo e ndytë. Për shembull e pastërt, kam thonë, gazrat nëse dalin nga organi gjenital i femrës janë të pastërta. Nuk është e ndytë. Sepse është frym, ajër. E ajri nuk ka arsye me qenë i ndytë, por mblidhet në zorë për shkaqe të ndryshme e pastaj del. Por fakti që ka lënë për vendet të ndyta, që është zora e trash, ndytet, për ndryshe nuk është ndyt. Ndërsa nëse del nga organi gjenital i femrës, nuk e prish, sepse nuk të kontakton me ndërsirë. Këtu të kjo çështje se prish abdestin çdo gjë që ka del për dy kanaleve, futen pra gjërat e pastërta dhe të ndyta, si fjala vije të pastërta, sekrecionet e femrave të cilat ju dalin. E që dikush në popull i quan edhe menstruacionet bardha. Ato ulemat rreth tyne kanë diskutuar a janë të pastërta apo janë të ndyta. Njëherë fillimisht Hanefit edhe Hanbelit, po edhe Shafit në një mendim të tyre mendojnë se ato janë të pastërta. Mirë. Ndërsa Malikit, po edhe Shafit në mendimin e bazë të tyne, dhe Hanbelit në një mendim të tyne, mendojnë se sekretacionet të cilat dalin për femrave janë të ndyta. Pavarësisht atyre dhe atyre të cilët thonë të dy palëve se janë të pastërta apo të ndyta, që të dy palët, që të dy grupet, e që bie 4 mëdhëhebet, janë të mendimit se me të prishet abdesti. Edhe se femra duhet marrë abdest nëse del për trupit të saj. Jo nëse lagët organi, por nëse del për organit. Jo nëse lagët, por nëse del për organit, ka obligim, abdesti prishet dhe ka obligim me marrë abdest. E pastaj, nëse i rrjedhin në step, është meselë tjetër që quhet sahibul ezër, ku futet grupin atyre që janë të justifikuar, që në vije ma vohën atje. Këto, autorit dënë me cekë, atëse e gjithë gjë, çfarë del për trupit të njeriut, për dy kanaleve të njeriut, e që janë kanalet e zakonshme, ku për ty në dalin dëcirat e trupit, Zoti ka lanë që ashtu e prish abdestin, pavarësisht, a është e zakonshme, jo e zakonshme, a del pak, a del shumë, a është e pastërt, a është e ndytë. Mbani men këte, edhe keni në rregull punën e gjërave të cilat, gjësendeve të cilat të prishin abdestin. A është e pastërt, së është e pastërt. A është e lënget, a është e ngurt. Doli nga dy kanalet e prish abdestin. Që të fetfa e keni prej këtyne imamave të hershëm që kanë folur, deri të shumica absolute e ulemave dhe në kohën e sodit, nëse prekni, klikani dikon dhe kërkani pe ulemave bashkohor fetfan. Andaj, ini qetë në adhurimin e Zotit, e abdesti është qelsi namazit. Robi dhe të qeni sigur në te. Sigur se për kohën e sabahit. Me falë në sabahit në gjysë natës. Ose një hap jena dalë për sabahit, për sëfyrit, një hap jena halen këtë sëfyrit. Nuk mu i lujmë me namaz. Ne du t'jem të sigur që namazit që jena në kohë duhur,
do të më qenë sigurt që kemë abdest e kështu me radhë. Me adhuru Allahun Azza wa Jall me bindje, me yaqin të bareke wa taala, me qenë qetë në adhurim. Pra, çdo që çfarë del nga dy rrugët e para. E dyta, gjërat të cilat dalin jashtë këtyre dy kanaleve. Gjërat që prishin abdesin, ose dalin nga dy kanalet, edhe krye, ose dalin jashtë këtyre dy kanaleve. Pej trupit, pej gojës, dalin. Tani, gjërat të cilat dalin jashtë këtyre dy kanaleve, pej gojës, pej trupit e të tjerë, simbas Hanefive, edhe me Mahmedit e prish. Shafit dhe Malikit kanë mendim tjetër se nuk e prishin. Dërsa këto autori thot, sepse kjo mbron mendimin Hanefive, se vetë është Hanefi dhe bashkë me të janë Hanbelit, se edhe ndërsirat apo të cilat dalin pe pjesëve tjera të trupit jashtë dy kanaleve e prishin, por ka nevojë për detaje. Andaj thot, vët demo edhe gjako e prish abdestin. Wal qajhu, kelbi, e prish abdestin. Was sadidu, limfa, është gjako, shëndërot në kelb dhe dal nga dal, bëhet veç ujë edhe fryhet, bëhet si ujë. E prish abdestin. Idha kharaja min el bedeni فتجاوز إذا إلى موضع يلحقه حكم التطهير. Nëse del pe vendit vetë, dikon pe trupit, edhe fillon me hec. E kanë kusht ndërtësirin, jo vetëm më shfaq, por edhe me hec. Përderisa ndërtësira nga dy kanalet nuk është kusht me hec. Me momente që del jashtë organet, qoftë edhe një pikë nga dy kanalet, poshtë atje prishet. Këto nalt në trup dohet me hec. Për atë arsyen pastaj kanë shpjeguar bukur shumë në detaje këtë mesele. Për shembull kanë thonë, nëse njeriu e shton gishtin në hun, edhe bëhet gjak gishti pak me gjak. Nëse rrjedh pastaj pe hunës gjako, e ka prish. Por nëse nuk rrjedh pe hunës gjako, por vetëm se është bë pak me gjak, do me thonë nuk ka hecur, nuk e prish. Ose, nëse ka fshan diqka, edhe kur të të këqyr, ka metë për shembull ka fshëmollën, ose ndonjë pemë, edhe i ka metë shenjat e gjakut në te. Nëse e qëtë pështymen pastaj, edhe është mush pështyma me gjak, apo ja ka mujtë përmi gjysa me gjak, atëherë prish. Por thjep se ka dalë një tërë gjak, e ka kap për gjakun mod, pak apo në shqim, nuk e prish. Nëse shpërthën do një puqër, dhe nuk del gjak, apo mbetet veç një pikë gjakut, qatë vend puqërës, nuk e prish. Për këte ka dhe Gjurëm, Ibn Buhurir dhe ulemat tjerë dhe sahabë të tjerë të selefve, kanë marrë transmetime se kanë shpërthy pushrat edhe s'kanë marrë abdes, kanë vazhdu më falë. Pra nuk kanë pas nevojë me marrë abdes. Pra gjaku e prish abdestin nëse hecë. Dërsa nëse në kërë, nuk e prish. Del therë një vend, mbetet që aty, nuk e prish. Nëse fillon me hecë gjaki, me shku, me hecë, pe vendit për të vazhdu, e prish abdestin. Wal qaj'u, edhe të vjellurit, tugu, të vjellurit, idha kane mil'ul fem, nëse është me plot gojen, pavarësisht të vjellurit, tugu që qëtë njëri ju, sikur më parë që ke kam vjen diçka me vjell, goksim ke, tugu të vjellurit, pavarësisht, a është ushqim, a është
ujë i lëngët, i ngurtë, a është goksim i madh që të mushet goja plot për pas kelbazit. Kelbazi nuk e prish gjëra tjera që vjell insani i qetë prej gojës, e prish, por me kusht me qenë plot goja, jo pak. Me kusht me qenë plot goja. E me qenë plot goja kanë thonë kurë plot goja nëse është në sasi që s'më në manë. Me bëmë të arë shumë gësën e manë të detyrojsh me qitë dorën që s'më në manë. Ose të me vrapu në banjë ose më ndurë, se si i sigur që më në manë. Ndërsa nga një herët vjen del, po e manë, edhe që është ka dalë, shkon edhe hjek. Pra kës më në manë, veç me vështërësit madhe, nëmërohet se është mush goja plot edhe e prish. Për pak nuk e prish. Pra kelbazi është ai i cili nëse mushet goja dhe qetë nuk e prish. Të tjerat, po. Wal qai'u idha kana mil al-fam. Wan nawmu, edhe për gjërave të cilat e prishin abdestin, është edhe gjumi. Por, edhe për gjumë ka detaje. Gjumi këthët nawmu mudajjian, au muttakian, nëse është i shtrit apo i pështetur. I shtrit është shtrit, ka që dorën krah, ose o pështet në diçka, o pështet, edhe zë gjumi. Në zë gjumi, qoftë edhe pak, për sa pak, o mustaniden ila shay'in la uzila li saqata. Sa që nëse pështet në diçka, edhe me ta hjek që atë që pështet, ja stakin në i sen, të rëzohesh. Konsiderohet gjumi thello kë. Gjumi shtrit, në krah djathtë, të majtë, në shpinë, në barkë. Pak apo shumë e prish abdestin. Me momentin që të hub kontrolla, e prish abdestin. E tani ke që të hub kontrolla, dhe sa dhe qoftë pak, këto ose kupton e përmjet asaj që nuk e të hupi kontrolla kur këra, kur e quthu pas në fjetë. Anashta 20 sekonda, 30, a pak e fjetë. Vesh përrejti kështë tap, apo del gjume, apo një në zanin, thëko pas në fjetë, kur e këshyrë, hala se bo 1 minutë. Do shta pak sekonda. Ose, nëse je pështet, jera, dhe tjerë bëjnë laf muhabet. Ti thë bëni laf, se në pëpëshaj pak. Ti pëpëshan, por nuk arrin me kuptu tjerë që apëthojnë. Sepse Zotë që të ka kriju njeriun, kur të vjetë sistemi nervor, të hup kontakti me jashtë. Dikur e një të bëha ta zhurën, për do kësë më nuk arriti perceptu fjallë dhe në fënë që apëthojnë, deri sa ata bëjnë laf, të nuk jenë gjendje mu, mja u këthyja, apo me thonë që e falë këte. Ja, se kuptu që kanë thonë. Në që kuptan se ti, je kotë. Andaj, abdesti të ka prish. Për kondër, nëse njeri ju flanë ullur si që më në tani. Nëse njeri ju flanë ullur, mirë. Kështu. Edhe nëse kërhat, edhe nëse hub kontrolla krejt. Nuk e prish abdestin. Pse? Sepse trupi është i shtrënguar dhe nuk mund del lehtë tepër vështirë del prej kanalit gazra që e prishin abdestin. Ndërsa kur është në krah robi, krejt muskujt janë të shliruar dhe shumë lehtë del diçka dhe nuk e vren robi. Për ata robi, kur është fjet, ngushtohet për njerëzve tjerë nga se ka një herë pa kontroll dalin gazrat dhe ngushtohet për njerëzve, nga se muskujt janë të shlirë, janë krejt, janë të shlirë. Ka probleme me ushqim mrena, ju ka mbledh ajri mrena në organizëm, edhe vetë ju dalin. Për ndryshe, kur është ullën me burra, kur është ullën nuk e prish abdestin ai. Për pas që është, sepse edhe është i qutë, po dhe kanë kontrol muskujt. I kanë kontrol ai muskujt. Andaj nëse ullet mirë, nuk e prish. Kanë thonë, gjithashtu, nuk e prish abdestin. Dhe kjo ka transmitime, sahabët, radiallahu anhum, ka arë në hadith të Buhariut të tjerë,
se në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e këtu ka shumë gjatë me fol, por ne po shkurtojmë shkak kohë, pa shpejtojmë se për tana këtu ka hadithe, ka mendime të ulemave, ka shumë mohabet gjatë për to natyrisht, por ne ato që janë pak më kryesore dhe pa desh me zgjeru shumë, edhe shkak kohë, po edhe shkak mos me ngarku shumë temën ligjëratën. Qëtu tani gjenë përgjigjen, apo arrimi kuptu pse sahabet radiallahu anhum që kanë transmetuar në kohët pejgamberit alayhi salatu wassalam, ata shumë për tyne për shumë një atësi nuk e shku të shtëpia të veta heq. Kanë falë akshamin, pejgamberi kanë pasë në gjitë shpinë, në gjitë me xhami, që dini. Po sahabët e tjerë jo, dikush e ka pasë 10 minuta lartë, dikush 15, dikush 20, dikush gjysmë ore, dikush më pak. Kjo nga njëra nga ana tjetër, jenë tutë se me shku të shtëpia nuk e një zanin e i hub se vapi xhamatit. Andaj, nga kujdesi i madh i tyne, me falë namazin me xhamat, në veçanti me pejgamberin imam, alayhis salam, shumë herë dhe shumë prej tyre kanë qëndruar në xhami derisa ardhi atësia. E tash ata thonë në transmetime se ne flanim, rënëm ullën xhami, po ullën mirë kështu, kom kërëq, që mos me shliru muskujt, por na bën të kryt, herë kështu, na bën të kryt, bjen kryt dhe ti ju. E pastaj, Bilal, thërë të zalë, se bëndë Bilal e kamet, dhe qënim, falnim, e nuk merrim abdest. Këta qështu duhet kuptohet, s'kuptohet ryshe, që kanë komentu pastaj fuqahat, se muskujt e tyne kanë qenë të shtrënguar tamam, edhe në këtë formë ullur kur je, ullur, kërkon nuk je pështet, por je ullur mirë, edhe pse kohët është ka pak, abdesti nuk prishet. Vesh nëse rëzohi, bëm, po është. Po ashtu, abdesti nuk prishet, kanë thonë nëse flanë namaz. Nëse flanë namaz, nëse është dhe rënë robi të kujtu Allahun azza dhe nëzën gjumi, dhe mas 2-3 minuta, 3-4 minuta e ka dalë gjumi e në sejdë, ka thonë nuk e prish abdestin nëse është në namaz. Për gjërat të cilat e prishin abdestin, wal ghalabatu ala al-aqli, dhe gjërat të cilat ja bllokojnë trunin, gjumi e krye, se el-igma, kur i bjen njeriu të fekt. Kur i bjen njeriu të fekt, ale venoset i humb kontrolla, automatikisht abdesti ju presh. Wal junun, apo çmendet Allahu na ruajt. Dhe të fundit që të cek autori, wal qahqahatu fi kulli salati dhati ruku'in wa sujud, dhe të qeshurit me za në çdo namaz që ka ruku dhe sejdë. E ka për qëllim ka ruku dhe sejdë, se nëse prish namazin në namazin nëse kesh me za në namazin e gjenazës, kanë thonë nuk e prish. A nëse namaz gjenazës me kesh me za, kjo bën vaki, po rrallë, ndërsa namazë kështu me kesh me za është e mundshme shpesh. Në shkakë pëse ka thonë këtë, kjo është veç të Hanefit, të gjumhurët se kanë, nuk e kanë asë 3 mëdhëbet e tjera, asë Malikit, asë Shafit, asë Hanbelit, kanë thonë nuk ka arsye me prish të qeshurit me za abdestin. Namazin po, por jo abdestin, në përlasë për abdest, përlasë për namaz këto. Nuk ka arsye, sepse nuk ka dalë asë gjë për i trupit. E abdestin e prish aje që ka dalë për i trupit, nuk ka dalë, ka dalë za, ka kesh njëri ju, prishet namazin, nuk prishet abdesti. Hanefit e marrë me një hadith, ku sahabët për derisa kanë qenë në namaz, një njëri verber ka ardhur drejt për më falë, dhe e ka rani një grobë, bëm se ka vrejt. Pse e verber, e këta ka njës me kesh me za. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka thonë çuno, merrni abdest krejt. E i ka shti me marrë abdest. Këtu edhe hadithe rrethina ka fjalë, por edhe më shumë se sa ka. Ulema tani si Ibn Taymija për shembull, Ibn Taymija Allah e pas mëshiruar, thotë është e preferuar me marrë abdest e jo obliguar nëse njeriu kesh. Është e preferuar e jo obliguar, sepse nuk o prish, nuk ka dalë diçka prej trupit ti ndonjë ndërsirë. Në anën tjetër, kjo është edhe
Ani pse s'kam pajtu ulemat e tjerë me këtë mendim të Ebu Hanifes, që të ka 3 mëdhëbet, megjithatë i është konsideruar Ebu Hanifes në një farë mënyre si kompliment i mirë, sepse Ebu Hanifes është akuzuar pa të drejtë që është temë tjetër, se nuk punon me hadithe, por punon me logjik, e që është akuzarant, është zullum, pa drejtë. Është pa drejtësi ndaj atij imamit madh. Këtu pastaj ata që kanë mbrojtur kanë thonë, a nuk e shihni ju se Ebu Hanife ka dhënë përparësi hadithet të dobët ndaj logjikës së tij, sepse Ebu Hanife me logjikë din më mirë se tanë të tjerë, se ka logjikë më të fortë, ja ka thënë Allahu, ai din më mirë se tanë të tjerë, se me logjikë nuk prishet abdesti me kish. Por ka thonë, përderisa po thëni është transmetuar hadithe, unë la logjikën tam. Kiasin e lana në logjin, unë dal një argument, edhe kam marrë argumentin, madje edhe qoftë i dopt, sepse këtë qoftë i dopt mund të jetë i dopt nëpërmjet zinxhirit ton transmetimit, por ka zinxhire tjera transmetues që mund të jetë nëpërmjet tyre në vërtet. Andaj e la mendimin tim për hadith qoftë për hadith të dopt. Dhe kjo është kompliment për të Allahu e pas mëshiruar. Se do që tjetë, të qeshërt me zanë nuk e prish abdestin, nuk ka arsye me prish, po namazin e prish. Nëse qesh me za në namaz, dërsa nëse qesh me za është namazit, nuk ka arsye se natyrisht me prish. Wallahu alem, Zotë din më së mirë, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.